Përshëndetje dashur. Sot media portalet ka shpërndar lajmi që do ketë një mbledhje ndërmjet dy qeverive, asaj italiane dhe qeverisë shqiptare. Dhe kjo po na propagandohet si një arritje madhe dhe diçka që nuk ka ndodhur më parë. Jo, nuk është e vërtet ashtu. Ka pasur qeveri të mëpashme që bashkëpunonin dhe vareshin nga Roma. Po pra, kur ne u pushtuam nga Italia dhe kur Italia erdhi këtu, bëri qeverinë e saj dhe padyshim ishte një qeveri që varej nga Roma. Të njëjtën gjë kërkon të bëjë dhe Rama. Pra Rama është një quisling. Aktualisht Edi Rama nuk është gjë tjetër, është vetë se një quisling. Një quisling i cili ka shitur çdo interes kombëtar te Giorgia Meloni vetëm e vetëm për të mbatur pushtetin. O nuk di ndonjë qeveri tjetër në botë në Europë të ketë shitur interesat e saj dhe të ketë shitur pasuritë e saj kombëtare dhe çdo gjë tjetër, një qeveri tjetër siç është Edi Rama. Ne kemi patur dhe më parë vetëm gjykatën e lartë kemi pasur në Romë, si sot që kemi Komisionin e Venecias për çdo gjë. Nuk është herë e parë që bëjnë mbledhje dy qeverive, jo. Prandaj ktheuni historisë dhe të kuptoni që qeveria e viteve 39-43 ishte një qeveri që varri nga Roma. Dhe çdo gjë varri nga Roma, ashtu si sot pra. Si sot që këtë na e paraqesin marrëveshje, ndërkohë që për 46 vite atë qeverinë atëre të shefqet Vëllasit me shok i quhetën qeveri tradhtare. Dhe Edi Rama që nga patriot, sepse bëka mbledhjen dy qeverive dhe i jep Giorgia Meloni një Mussolini të vogël, Giorgia Meloni është një Mussolini i vogël, i jep toka copa Shqipërie. Ose harrova, një pyetje kam. Dini gjë çfarë bëhet me Shëngjinin më? Me Shëngjinin atje, dini gjë, me atë korrupsionin që ka shkuar 1 miliard Shëngjini, se atje s'ka asnjë emigrant. Sepse gjykata, atje ku ka gjyqtar, ku bota ka gjyqtar, vendosi ta qonte marrëveshjen palishme. Dhe gjitha investime aty ka hapur një debat të madh në Itali sa Giorgia Meloni të ka bërë kallëzim penal, por Shqipëria nuk të bëj kallëzim penal. Se në Shqipëri s'ke ku e çon kallëzimin penal, ku ta qosh? Te Artin Dumani? Ta mbyll të gjithë nesme sa shikon emrin e kryeministrit? E pra, ja kjo është. Prandaj ju që shpërndani dhe propagandoni që do jetë arritje, jo, s'është arritje fare mbledhja e dy qeverive. Është vazhdimi i një quislingu siç është Edi Rama, që merr urdhra dhe bën çdo gjë në interes të tij, mjaftoi që t'ia kërkoj Giorgia Meloni dhe ai është gati për pushtetin e tij të bëjë lloj-lloj kompromisi. Ja kjo është. Hajde tani mirupafshim ju patriotët e mëdhenj dhe futuni tani në rrjetet sociale dhe më shani mua. Dakor? Ju patriotët e mëdhenj që doni Shqipërinë kulos kombëtare part-time dhe vishni bluzën e kombëtares kulos kombëtare dhe kujtoni çka Shqipëri. Dakor? Hajde tani, kalofshim.